Pasi grupet parlamentare tjera nuk kanë shpreh gatishmëri për debat, e ka fjalën. Faleminderit kryetar, shëndetje kabinet qeveritar, nderuar kolegë deputet dhe ju të pranishëm. Ligji për ndërmarrjet publike është njëri nga ligjet që për herë të parë erdhi në Kuvend me 2008 së bashku me shumë ligje tjera që u shqyrtuar në procedurë të shpejtë, pra është njëri nga ligjet e pakos të ahtisarit. Duke ditur se këto ligje nuk kanë mund të nënshtrojnë plotësim ndryshimit brenda një afatit caktuar, qeveria solli në Kuvend më vonë dhe ky ligj ndryshuar hyri në fuqi në maj të vitit 2012. Natyrisht që rrethonat nga ajo kohë ka ndryshuar çdo aspekt, si në aspektin politik dhe ekonomik, po dhe social. Në një farë forme ishte e nevojshme që ky ligj të nënshtrojë edhe një herë një plotësim ndryshimi. Ideja ishte që ky ndryshim të ndodhë me qëllimin më të mirë që të hapë rrugë formimit të ndërmarrjeve të reja publike me kompetencat e niveleve lokale dhe qendrore e me theks të veçantë që ne kemi shpresuar shumë që do t'i hapë rrugë zhvillimit ekonomik të gigantit Trepça. Të nderuar kolegë deputet, neni 3 që lidhet me plotësim ndryshimin e ligjit bazik që ka të bëjë me nenin 11.3, rreth të cilit janë dilema dhe shqetësimet nga të gjithë deputetet pa dallim, duke pas shqetësimin krejt natyrshëm se djallëzit mund të fshihen në detale. Tek ky nen, pastuesi që ka të bëjë me pjesën ku flitet për rolin e komunave, konkretisht citoj, regjistrimi si ndërmarrje publike bëhet me marrëveshje me komunat e tjera, duhet të rishikohet dhe formulohet ose fare të hiqet, ose të specifikohen se cilat asete mund të regjistrohen si ndërmarrje publike që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të atyre komunave, pa cënuar asnjëherë asete strategjike me rëndësi kombëtare apo shtetërore e të cilat janë të garantuara me kushtetut dhe të rregulluara me ligje specifike. Jam e bindur se sikurse dhe shumica prej jush se për asete strategjike shtetërore, qofshin ato ujore, apo nentoksore, apo edhe tjera, nuk duhet as të negociohet, as të ketë mundësi për ndonjë marrëveshje eventuale me nivelin lokal. Pra, nuk duhet lejojmë që me këtë ligj të bëjmë diçka që bie ndesh me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Është në dorën tonë, nderuar deputet, që ne mos ta lejojmë këtë. Mendoj dhe uroj që në pikat e caktuara që vlerësohen se janë strategjike për Kosovën, nuk guxojmë të bëjmë qëndrime si ai gjarpri me 2 krena në malin që digjej, duhet të jemi bashk, pozit e opozit. Më lejoni të theksoj se e veçanta, paradoksale dhe shumë jo serioze këtij problemi është se ky draft ligj për plotësim ndryshim ndërmarrje publike jo shumë larg në aspektin kohor ishte në seancë në prill të vitit të kaluar dhe nuk u votua në leximin e parë nga disa deputet dhe komplet grupe parlamentare. Nuk është shumë larg, madje më kujtohen në diskutimet e tyre, sepse i kam nxjerr nga proces verbalet e Kuvendit. Sidoqoftë, ky draft nuk pati fatin të miratohet edhe për shkak të shpërndarjes së parakohshme të Kuvendit. Madje këtu e kam edhe listën se si kanë votuar deputet në atë kohë, kur drafti ka qenë shumë herë më i mirë se ky që e kemi sot në shqyrtim. Unë këtu madje kam edhe një dokument tjetër në 3 kolona, ndryshimet e këtij drafti brenda një viti. Kolona e parë ku është ligji që ka qenë procedurë para shpërndarjes të Kuvendit, është tërheq nga qeveria me 19 janar të vitit 2015 dhe kolona tjetër ligjin tani që e kemi në procedurë. Besoni që 100 herë ka qenë shumë më i mirë drafti që ka ardhur para një viti se sa ky që ka ardhur në janar të vitit 2015 dhe se sa ky që po shqyrtojmë tani aktualisht. Tani jemi para një situate jo fort lakmueshme, sigurisht në interferimin e shumë këshillave në thojza secila më hotuese se tjetra. Them të drejtën, personalisht kam menduar që ky draft i kthehet qeverisë sepse plotësim ndryshimet ndoshta janë më të nevojshme mi bodhen disa nene tjera që kanë të bëjnë me disa kompetencat e bordeve të ndërmarrjeve publike, e natyrisht që të hiqet fare ai neni i famshëm që solli në keq kuptim edhe në keq interpretim, po edhe në ndarjen e taborët të kundërta që të shpenzojmë energji kotin mes veti. Ka një mori arsye që ky ligj nuk duhet të miratohet si i tillë. Në një, ekziston rreziku i parcializimit të sektorit të pasurive minerale sipas territoreve komunale.
Parcializimi i sektorit minerar është fatal për zhvillimin dhe ekonomizimin e tij. Sektori minierave nuk e duron një gjë të tillë. Resurset minerale janë kokëforta, nuk njohin kufi administrativ. Kanë shtrirje me të gjerë. Prandaj shembulli më i keq i mundshëm për ilustrim është parcializimi i licencave në bazë të kufive administrativ. Investitorët nuk vinë me investu milionësha kapitale me bisedu me nivele lokale. Më lejoni ta marr një shembull më të keq, Shqipëria është vendi i tretë që zë vendin e tretë në botë sa i përket minirave të kromit, por ende nuk kemi një rimkëmbje të këtij sektori. Pikërisht si pasojë e parcializimit të licencave mbi kritere lokale dhe kufij pronësor juridik. Konceptualisht, bisedimet me investitor për minirat kësaj natyre preferohen të bëhen direkt me faktorët shtetëror, natyrisht që besueshmëria është më e madhe. Shtrohet pyetja se a duhet të japen kompetencat e ngjashme pushtetit lokal edhe për vendburime në zonat qymërmbajtëse siç janë, bie fjala bazenet qymërmbajtëse të Kosovës, që tani njihet si KEK, bazenet e Dugaxhinit, Drenicës e tjera. Apo rasti tjetër, që me plot drejt ngritën shqetësimin edhe kolegë tjerë, a pyeti kush pushtetin lokal të Drenasit kur u privatizua Feronikli? Atëherë mos krijohet përshtypja se për disa resurset vendos niveli qendror në kohë të caktuara për disa niveli lokal. Kjo nuk do të ndodhë asesi. Resurset minerale, cila do të qofshin e ku do të qofshin, janë kategori kushtetuese të rregulluara me nenin 122 kushtetues dhe me ligjin për minierat dhe mineralet. Pse duhet edhe ndryshime tjera të ligjit për ndërmarrje publike, është mas të i nevojshëm, do me thonë, edhe në nejnë tjera, sidomos ato që kanë të bajnë me drejtorët të ndërmarrjeve publike, duke fillu nga zgjedhja e drejtorëve, kompenzimi i tyre, që mos shumë detale përkatësisht e kreu i 3 dhe i 4 i ligjit për ndërmarrjet publike si dhe tjera. Shpresoj që në fazën e amandamentimit të nderuar kolegë deputet të gjitha subjekteve politike të japni kontributin e juaj me vërejtjet dhe sugjerimet të adresoni të Komisioni Parlamentar, pikërisht të grupi punus, pjesët e cilit jem edhe vetë, dhe besoj që do të bëjmë më të mirën të mundshme, sepse të gjitha diskutimet që i përcolla gjerme tani emrus i përbashkët ose shqetësim i përbashkët ishte neni 3 që lidhet me plotësim ndryshimin e nenit 11.3, pika famshme që duhet të heqen kompetencat komunat vendosin për asete strategjike të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.